Shikues të televizionit të vëbojnë, përshëndetje. Ne sot ndodhemi në zonën e fshatit Triesh të komunës së Tuzit, ku të rinjt e kësaj zone kanë marrë iniciativen vullnetare për pastrimin e mjedisit nga mbeturinat. Ky aksion është një shembull ndërgjegjësimi dhe qytetarie në ruajtjen e natyrës dhe të shëndetit publik nga ndotja. Një sistem ekologjik i pastër është një jetë e shëndetshme dhe e sigurt për të gjithë. Të rinjt e kësaj zone e dëshmojnë më së miri rëndësinë dhe vlerën e mjedisit të tyre, ku ne sigurisht shkëputëm edhe disa intervista të cilat u treguan të gatshëm për të lënë opinionin e tyre në këtë nismë kaq shembullore. Këto organizime I bëjmë na vetë, si më tha, këso heret kryetari I bashkisë lokale, Gjoka Dedivanaj. Aja ka I angazhu më I forti për me I bëjmë këto akcione, në këso akcione zgati për vjetë bëjmë, si mjetë pak ma shumë, se kënë 3 herë gati tash I muj, që I bëjmë këto akcione, I herë në ka pa, kem drynë ato grupat që në këtë qilu në rrugës, tash 2 herë pastrojmë rrugën, shumica e rrugës është në teritor të fundne, si më tha që I përket bashkisë lokale fundne, por na rrugojmë për ta, ashtu që ne jemi detyruar edhe na me e pastrua edhe këto. Të parën herë për grupa, falenderoj Agronin Dedivanaj që I ka hjek në harxhimet për gjithçka, për materiale, për për gjithçka të punëtorëve. Tash dytën herë isto e kem bënë na vetë, e njëjta, tash e treta herë falenderoj Markun Xholaj, Art Keramik, për shpenzime për darkën që na ka ftua në darkë të zillëve që jem prezent në punë. Kështu që duhet me I bën këto punë, tash na ja pastrojmë vetit, tash gjithçka komuna s'mund na e krye, por na duhet edhe na vetit me ja bën rrugën e vet. Sa janë të gatshëm banorët këtu që t'i bashkangjiten pra këtij aksioni vullnetar? Ton, gjithë I tillë janë të gatshëm, ashtu që sot jem diku rreth 20-25 antar 30 në mosh, ashtu që janë hazër, mendoj në çdo bashki lokale, mu marr kryetari I bashkisë lokale, se ata që kanë votuar, me vun kryetar bashkisë lokale, mendoj se kinë me muj edhe ato tjerat, vënse me e bën, njëjtët si nësës, ma mirë këtu 2 sahat se në kafe, çka po di. A do të zgjas ky aksion edhe në vitet në vijim, pra derisa të kryet krejtësisht procesi? Nuk e kem në rishto këtë aksion, në gati çdo vjet e bëjmë. Si në rrugë, si me ndihmë njëri tjetrit, ta ndin këso aksionesh bëjmë boll. Si e ndërlidhni ju pastrimin e ambientit me vlerat ekologjike të këtij vendit? Po si mas mirit, që di me mujmë. Duke qenë se është edhe një vend turistik për vend vizitorët. turistik, duhet edhe me pastrua. Dhe ata që të vinë me pasë, jeton dikush këtu. Falenderoj të tonë këta që kanë marrë pjesën në punë, se këtu shumica edhe janë pej që jetojnë poshtë, ashtu që I kanë dalën nimë edhe këta. Falenderoj edhe ata. A keni hasur vështirësi gjatë këtij pastrimi? Jo, punë normale, zakoshime që I bojmë për ditë, ashtu që s'kem çka. Me tha, po trem në pej punët, sa nevoja mu trem kur kush. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, TV Bojinit, për paroshi, rëndoshi, e kaloshi mirë. Po, përshëndetje dhe falenderim për ju që keni ardhur me na vizitua me pa këtë punim këtu në pastrimin e rrugës. Kjo nuk është hera e parë, kjo është tash 3 javë hera e tretë, domethënë që merrem me këtë aks rrugor për me pastruar. Falenderoj rinin e Trieshit që të kanë organizuar këtë edhe kjo her pas here, domethënë kur është e nevojshme. Angazhohen, dalin, ne pak më të vjetit I përkrahim sa do pak I përkrahim.
Kështu që me thonë të drejtën se Rinia e Trishit gjithmonë ka pas atë formulën e cila thotë çka mund të bëjnë vetë për vendlindje e jo çka bën vendlindja për ne. Pra, kjo është hera e tretë, hera e parë ka kënë në këtë vit, se domethënë herë pas here siç e ceka edhe përpara, hera e parë ka kënë mushja e disa grupave të cilat janë shumë të rrezikshme, janë këtë dëmtuar fort, ku aty është dashur mjete me këmbë me betone, me mrezh, me hekur, ku Rinia e Trishit e ka punuar, mirë po aty ka donuar, domethënë ka kontribut edhe Agrën de Divana, i cili ka dhe materialin, cilin e falenderojmë jo vetëm ata, po dhe të gjithë, të cilët kanë kontribuar. Tashti rradha e dytë ka qenë fillimi i pastrimit të rrugës prej 70 km siç e quajmë na, ka dalë deri këtu te ujit. Sot vazhdojmë deri Trishit edhe sa i përket asaj pyetje ne nuk do të ndalemi, domethënë do të përfundojmë deri në majë të Koricës, tash pa marrë parasysh ndoshta nuk do të arrijmë sot, por qëllimi është që det vazhdohet deri atje. E di se këtu ka qenë i parapam një punëtor i komunales për mirëmbajtjen e kësaj rrugës. Mirë po me siguri nevojat e mëdha të cilat janë gjithkund për malësi, është detyruar që edhe ky punëtor shumë të jetë kosti, domethënë ta kalojë poshtë e jo vetëm këtë rrugë. Prandaj shpresoj dhe besoj se kjo çështja e kësaj mirëmbajtjes do të merret parasysh pak edhe më fort nga organet kompetente. Dihet se nevojat, siç tha, që gjitha këto janë detyruar, ka pas zjarre, ka pas tulifar nevojash, domethënë të cilat duhet, mirë po kjo është jetike, kjo është gjë që duhet se s'ban, do t'i kushtohet kësaj gjë, por prapse prap thom, Rinia e Trishit asnjëherë nuk do të nguroj, por ashtu siç e kanë marrë më përpara, do të vazhdojmë dhe do të ecim drejt realizimit të jo vetëm të këtij, por disa projekte të tjera të cilat Rinia e Trishit i ka. Shumë mirë, po për sa ju përket mjeteve të punës, a janë të siguruar nga vetë banorët apo nga komuna e Tuzit? Keni ndonjë ndihmë nga dikush tjetër? Sa i përket mjeteve janë të shumtat janë nga banorët e Trishit, ka edhe komuna, cilët i falenderoj edhe sot se i kanë dërguar, domethënë e kanë ditë se janë këtë njoftuar se ekziston ky aksion, i kanë shuar 3-4 punonjës të organeve domethënë të komunales, i kanë quar, janë me ne, mjetet janë, me thonë të drejtën, janë shumë të rrezikshme sepse këtu ka ferra, këtu ka, domethënë këto mjete nuk janë krejt të as të përshtatshme për me i kryer këto punë, po shpresoj të i madhi Zot se të gjithë do të dahemi shnoshe mirë, të gjithë do të realizojmë këtë qëllim. Kjo është më e rëndësishme është që të dahemi mirë, sepse këto mjete prapë po them janë shumë të rrezikshme. Disa janë me mbrojtje, disa janë pa mbrojtje, por gjithsesi vullneti e dëshira për me punua, për me punë një jetë më të mirë, domethënë është e padiskutueshme e Rinisë Trishit. Pa këtu tash i kartët e aksion që është tash i pari tash 4 vjet, edhe 2 aksione janë bën një këtë muaj. Ky është treti aksion. Aksioni i para bën para 4 vjet ishte pastrimi i rrugës. Gjithmonë këto ferra, drunja kem prej, kem aso. I dyti aksion bën me i kërpit në asfalt do grupa që janë në rrugë të popratës të Koricës. Edhe aksioni i tretë është bën tash ky pej 70 km edhe deri në qendër Trishit deri në Popratë. A janë të gatshëm banorët që t'japin kontributin e tyre në ndihmë? Po, gati ton. Edhe kush s'ka muj me punua, në kanë qaros, në kanë ndihmua, në kanë... Sa do të zgjasë kjo iniciativë? Tash kemë me pa, si të ci puna, bela sot muj me dalë deri atje të qendra në tjerë, po shtirë është, edhe 2 aksion e besoj me kryo deri në Popratë.
A keni hasur vështirësi gjatë punimeve duke patur parasysh edhe terrenin? Pa ka pak vështirësi jo, po tash janë edhe mjetet që i kryen punë më kollaj. Po me mjetet u ka ndihmuar kush apo janë mjetet e vetë banorëve Jo, të Laçit? tonë vetë banorë, dikush trimer, dikush kmes, dikush dërfurk, dikush lopat, tonë me mjetet veta. Atëherë edhe një mesazh për të gjithë të rinj që të sensibilizohen për ta mbajtur sa më pastër natyrën, cili do të ishte? Pa ma kujdes, mos me qitë edhe smeqet për peshin edhe për buzë rrugët, aty këtu bile, si deponi janë ma. Pak edhe komunalja ki mu da pak mu interesua ma shumë. Se për shembull, na e dlirim, kjo është tonë trijesh e kemë bon këtë akcion, e kemë bon, por edhe komunalja ki mu da dej herën muaj 2 punëtorë me i qua. Për çdo muaj ka i herën muaj, i një dit, i herën muaj 2 punëtorë edhe kryet kjo punë në rregull. Kështu na duhet si për vjet me marrë ka i akcion më. Dua të falenderoj rinin e Trieshit edhe bashkësinë lokale të Trieshit, po ashtu dua të falenderoj edhe Markun Gjollaj, i cili në ka sondën e ka ofrua i qiq të pjekun, edhe kalimtar që kanë kalua kësajte, gjithë tanë në kanë me ka diçka në kanë përsheshua, dikush me të holla, dikush me pije, dikush me aso, nera u kjo gjithmonë paqin. Edhe faleminderit për jush edhe ju bojin që kini arë me na vizitua. Ishim në rrugën e Trieshit dhe morëm disa intervista nga vetë banorët të cilët theksuan rëndësinë e ambientit të pastër, jo vetëm për vend banorët dhe shëndetin publik, por edhe për resurset që ofron ky vend për të gjithë vizitorët të cilët kanë akses në këtë pamje kaq të mrekullueshme.